Show. Përshëndetje miq të nderuar të televizionit First Channel. Mirë se erdhët edhe në një Valamala. Mysafir të ndryshëm çdo herë, mysafir të cilët të kanë çka të rrefejnë, njerëz të cilët edhe i njihni edhe si njihni, deri tash jemi mundu me promovu edhe njerëz të cilët kultivojnë tradita, njerëz të cilët kultivojnë edhe dashurinë edhe patriotizmin për këtë vend. Sot e kemi një rrëfim, si që dini, të një bashkëpunëtori tonë, njëju i cili ka marrë pjesë shumë në emisionet tona, si në It's My Love, si në It's My Home, si në serialin Bëhet Mirë, ku nini me emrin Bici, i cili gjatë pauzës së verës pati ndërlikimet e tij, 2 operacionet të ndryshme, ndërsa në operacionin e dytë shumica prej jush e keni marrë vesh që edhe është dashur për shkak të problemeve shëndetësore që i ka pas, është dashur me amputu këmbën. Sonte me ne ekskluzivisht për ta bërë rrëfimin e tij këtu bashkëpunëtori jon, i dashuri jon, Amir Berisha Greki, siç e njohim gjithë, apo Bici. E ftojmë skenë. Pleni o ma valjan. Ka dalë Një maj. Ja, verdu. Vetë. Mirë është me të nimu, po... Ja, qëshje. Loqka, Mirë? Mirë. Mashallah, mirë, shumë suksese. Faleminderit. Qatje, ha? Në dhe po, që qëto. Atë nimoj? Jo, pasha zotin. E më tha para emisionit që këtë do me i bo vetë. Po, vetë. Se po duheve më konë ma aktiv pak. Si e? Mirë, valja. Nimoj, herë vesh të largoj këta. Po, mirë që bo. Se e di që kjo është që të nimon, Po, valla. por nuk për kam qef edhe për nuk po. Faleminderit. Amir, që shpë njësh? Mirë shumë. Së në shpitame, shpia e dytë. E di që këtu njësh mirë, vjen shumë shpesh edhe me na vizitu. E ki marrë vetën mirë? Valla valën, ja kom një s'ko gjë me marrë vetën, qëtasht edhe pëse s'kom besu që kom ja dalë. Kalzoj drejt se momentin kur, se gjatë intervjistës s'kom e kalzu ma gjënësisht, po kur erë punat e amputimi ma, i kom pas 2-3 raste, ama kur erë punat e amputimi ma që e prisha vdekjen. E pse vide i këtës s'kom besu po që zoti ma. Po tash që shpënijësh tash, e di që diçka të mungon, e kuptueshme ajo, po ndoshta mundet me qenë një farë lumtërie që jeta vazhdon, sepse ka mujt përveç komës me shku Amerikajt. Sa hi është, në momentin që tash t'i pëma, se qysh kështë të tonë, ose që të kalzova në atë kohën kur mu amputu koma, se nuk e menesha. Abdi menesha vish me pështu, nëse të dënë zoti. Ama tash t'i kur për shë vetën që ja ku njës me marë pak, kjo pjesë e ka mungën shumë, jëm ka, dhe me thonë, është ka mërzit gëgja shumë. Gëgja shumë e ka mërzit, po jëm ka mundur në mja hek vetës. Këtë historia mirit është të gjithë, se që dini ata që keni përcjellë emisionet tona dhe që keni përcjellë veprimtarinë edhe karrierën, mu i me thonë të Amirit, prej se ka dalë në televizion të It's My Love, mande edhe ishte banor në It's My Home, edhe në serial aktrime edhe me grupin Shulship, me Martinin edhe Migjen Bip, edhe aktivitetet të tjera në për shumë intervista, e dini që paka shumë, jeta ti ka qenë shumë e koklavitun me shumë probleme, Amiri ka qenë një herë një kohë përdru si regullt, bile mëse i regullt i substancave narkotike, deri të ato matronat, deri në 5 herë overdose, deri që aty kam rri. Në një moment, fatmirësisht, ka kërku ndimen e gjithve, nënës vet, familjes vet, mjekve dhe gjithve dhe ka vendos me lonë me i bot rëtmanët të cilat edhe ka arrit me pas
muj me thonë sukses në heqjen e varfërisë ndaj substancave narkotike. Po ndërkohë abuzimi me jetën shumë shpesh i le pasojat, vragat e veta dhe ato vraga mbesin të jetën. Përveç dëmtimeve të shumta që ka bo financave të shtëpisë, të më thonë xhepit familjes, lumturisë familjes e shumë damet e tjera edhe në shoqërinë e vetë e gjithçka, mas shumë t'i ka bo dëm trupit e tij. E gjitha filloi para disa muajsh e patë një operacion tjetër, e cili është si papritmas operacioni në zorët e barkut. Në zorën e barkut, mu fry paprit, që dy këto operacione që më do më kanë orë paprit. Unë merë dhe me pata shumë keq, mu fry barki, shkova në spitalin Amerikan nese, e bo në operacionin, më tha mrena, du më tërë nëse s'bosh operacion, është rëzik, nese, u bo në operacion pështova. Ke pas pështjellje të zorëve? Pështjellje të zorëve, po, patën më në shpërthy, dhe intervenu me ko, dhe pështova. Edhe pse aty ka së të ko që e ma, për falë zotit, shoqënia një mund, shoku, zeka, një shok jemi. Ndërkohë gjatë zhvimeve të serialit, ti patë fillu me u anku për... Bravo, që ato dishta me dalë. Gjatë gjirime të serialit bëhet mirë, unë e veç janë nisi koma që fëllësha me juve këto, më dhem ke shumë, më lëdh ke tepër, më demoralizaj total. Dhe dikur janë nisa mi morë do fraksiparina, qarapat ortopedike, më nëjshë që mos për më kalën. Fraksiparina është për tullim gjakut, Amiri ka pas trombe, këtë kuon të cilat ju kanë ba për shkak pikërisht shpërthimit venave dhe të marrje substancave, të cilat i kanë lënë dëvarë nashta edhe të pashërushme, po që mujnë me u mirë mbajt. Ju mundoh me mirë mbajt shumë, po qa me bo, kjo me të thonë drejtën valën u pataljo dhe për kësaj kome, a kuptem. U pataljo dhe keni po pej momenti që më dollë në televizion, asë nuk u mujtë mes shumë, asë me shkel komplet s'ko mujtë. Momenti që shkel shka me themër, më dhëm ke pulpi komës, më therke shumë, edhe o lëdhësha, so që më patik themëra, gogja që kash, në vedin, veç me gisht, më gjysën e komës, shputës komës shkel shumë. Edhe tani një dit mas operacionit zorëve, një dit në banjo, as dhja mora abdesa, nuk e disa. Tu dalë për banjo të shkru më ka shu koma. Ketë kështu smujta, koma e djatë. Pap, janë isë një vardhinte, jo e modhe, po mesatare. Edhe shkova që është zhak deri të, se ta është të kom e kalzu shumë sene. Deri të kreveti aty u shtriva, mamin e kisha në shpes edhe një këtë gjatë, së është mirë me shnet, anë e majtë e qysh djetë mo. Ka gati thuj që gjysëm paralizume, edhe mas nej thash me thirë ambulantën, se s'më isha me shku poshtë, lifti zbëjke, dytin katë jem, lifti zbëjke, e me thirë ndimen e shpejt, thash edhe me në qu, se kish janis i dhimë mu shpeshtu. E thirë ndimen e shpejt, erdhish doktorin nalt, ma dha një injekcion, jo mos t'ka livrit në ajtetiv, thash e zot një po kam dhimë pa përshkrume. Dhe s'po mëj asë mi përshkru, sart dhimë po kam. Jo mos t'ka livrit në ajtetive, jo në ajsen, ma dha një qdijazve, qka? Thash, a mëj me shku me ambulant? Jo, tha se s'po punon lifti, s'munët më... S'kem qysh me t'bajt. S'kem qysh me t'bajt, s'mujna me hymë dytin katë. Meta, që do me thonë kjo, mundet me dek njëri dhe s'mujnë me hypë kur s'bën lifti, e lojnë që aty që dhe s'mujnë me ndërmarë kur gjesh. Nese, iki kjo. Nesër më nuk mujta me bajt, mo shko e thira taksin. Edhe mas nej qashtu që u hypë taksistin alt, ka marë qashtu me një kom, kisha dhimë që një sinqerisht nuk përshkruan, dhimë shumë të mëdha. Edhe hypa në taksin, nejse shkoha në atje në emergjensë Prishtinë, erdhën
mami ish aty me mu, erdhen ma këshyrën me atehon, jo s'ka kur gjë, jo mos e ka thy, jo apëtin, s'mujna me shtri në spital, unë e kisha dhim shumë të moja, a petëm këthyn. Nesërmën, jo po qatë dit, a petëm këthyn, do me thonë nesërmën ku shkova me taksistin. Po dhe po të nesërmën e dhim të sport. Bravo, këthyn. Ja nisa me marrë të hapa, trodona pa ta marrë për dhimtës, ja nisa me marrë vazhdoj nejse, ta është i fati deshti qatë natë, mamin e kapi Idhsa, po. Edhe i shpërthej i thati mrena aty, edhe as ndihma shpejt nuk erdhas për mamin. U do të këshia me që poshtë, qashtu që, edhe me shku në emergjens. Në emergjens, ta është i ata e nalën gjithë qysh me bu operacion, se i shpërthej. Unë e meta veç vetë, në shpejt, po. Familjarët ishin të mami, unë e meta veç vetë, edhe të nesër më në kalova dyqysh, apet, gjumë s'kum bu hesh për i dhintës. Ta është i qatë ditë, se unë i kam kitë me edhe me inqizime. Ja nisi, nërmjet të gjunit të që është, nalt, e për funit gjunit ja nisi më bu një, si më mljau, a bëdin? Dhe për shof, e për prejke se bu në atë modhe, thash more qka u bu kështë, e vogël kje, thash hajt, ku me ditë. Së shku as 24 orë, as 12 orë zdi sa, në 12 natës, gëgja u forcua e u mljau, po u rrit, edhe veç kur ka shpërthuj gjak berdhja. 3 minuta e kom e në telefon, 3 minuta e kom inqizu se kur më shpërthej gjak berdhja, filloj si kur më mënor dhimta. Je letësu kështë për dhimtës, po gjaku të shku shumë? Gjaku shkoj ke si qesh me kur shuhet. Dhe unë harrova që me gjak berdhja me dek rejt, dhe të inqizu që ashtu që u shlirova prej dhimtës, vish kur po që ja nisi mu trubullu ftyra, sytë. Po, edhe njës të ftofta më dollën ëp, pash mëre gjak berdhja që ta është i mos, që aty më ronë, mene e kom thirë, së kom dit as qysh, e ka pas ndihma shpejt as policia, as emergjensë, jom hinë Google, du me jeti natës u konë. Jom hinë Google, e kom këshyrë qysh është ndihma e shpejt, e kom marrë numrin, 192 më dukët, e kom thirë e ka policia. Edhe i kom thonë policia u lajmëru, thash shtë kam gjak berdhje të madhe, a ka mundësi ambulantën. E ka thirë ambulantën, policia ka dorë zoti, shpejt jo në orë. Po kur jo në gjitë atje në altë, në dytin katë, kur unë kam pa ajo teknike dhe doktor asdi që u konë, së në moviq tu se hupave dijen, me të në shok ata, edhe ta ne thërën, edhe pse s'punoj ke lifti që atëherë intervenun. Me shtrat, me lese, po. Erdhen edhe më qumë poshtë, ma munun me ma lidhë që shma nëllë gjak berdhjen, u më pike ujë shumë, s'gëzëshim me më dhonë ujë, mas ne e pa ta kuptu që me më pas marë gjumë, jo në veç kisha ndru jetë, për që ata nuk më leshin me pi ujë, edhe shkova ndim shpejt, unë e venat nuk kam, u duft me prit anesteziologun 1 orë e gjys, deri sa të vjen anesteziologu me qatë dhim, pa gjaksi, me ma futat në qendër këtu. Është një farë zdi qka, me ma fut në qendër, se vish anesteziologu din. Edhe me më dhonë atë gjakun. Me dhonë gjak? Po, me më dhonë gjak. Mas 1 orë e gjys erdhë anesteziologu me menë zi, se para më në tëna e emergjens një anesteziolog, edhe vjen anesteziologu mas 1 orë e gjys, ma gjenë atë farë qendrën ku është kryesore me dhonë gjakun, i mora 2 litra gjak. Momentin që ma kanë lidha ata këtu të emergjensës, të ndihmës shpejt, mos e kanë qelë. Në për kuptën se e kanë qelë, më qunë me një dhomë, më dhanë infuzion. Edhe kur më dhanë infuzion, ta shti të në kohën kush vishin doktora tjerë, ata e këshëshin, së një mërësha dokumentat, edhe këshëshin herën e parë kur ju më konë, që ma patëm këshyrë me eho, që s'kam kur gjëhesh.
edhe herën e parë nuk vazhdojshin me trajtu ma shumë, me që me kqyr ma kqyr, shumë, po. po me kqyr ma fell, që qa ka ndodha, qa s'ka ndodha. Dhe ski Kurgjesht ka merri shtu 2 litra gjak, se qëre këtu ski Kurgjesht ta kam bu atë ehën, ka shpërthy gjak derdhja, shkon shpi edhe vish kime pastru. Para më vish kime pastru. Unë e kisha dhimt, nuk unë nalshin dhimt, zdojsha, mami është këtu në spital, unë e vetë, në shpi, familjarët ishin këtu, mi gjallarët rëshin të mami herë, ta shtë edhe mi gjallarët kur veshin, që kur i thej këtë doktore, si kur gjë heq, që s'pas e kur gjë heq, hajde shko në shpi që apo rrën, shkova herën e dytë, a 5 dola, herën e dytë kur shkova, për ta shko mas pari pastru, në ambulantë edhe shko në shpi. Kur jom shku në ambulantë fëshkuso me pastru, më ka quaj taksisti, momentin që e ka qel, a 5 ka shpërthuj gjak derdhja. Edhe a 5 më kanë shti në ndim shpejt, qatë ditë, prapë më kanë këthy në emergjensë Prishtinë. Edhe prapë jom shtri, më kanë dhonë infuzion, doktor resh aty, thej kes qa ko me të bu, që të s'ki kur gjë, vish dosh me shku në shpi, me najt me pastru, more gjak derdhje këm, më vedin, doktorat, ose një pjesë e doktora me nëjshin që une jom rikëthyja peta, ku me ditë qka. Apo kupten, shumë e dyshoj këtë sen që aty e kam pas qëllimin. Edhe, po, në 24 orë najtë aty, kupten, gjatë 24 orëve, unë kësha pas kriza maksimale nëse isha këthynat. Po nejse, se tani kër jom shtri në spital, nejse, vita ja pika aty. Mas nej, unë e thash nuk dalë, për spitalit nuk dalë. Bëni qatë dëni, thash unë nuk dalë se për kanë dhimë shumë. S'kam qa me të bo, mere infuzion, dull, aj doktori. Në 12 natës, në 12 diqka, kur bëhet në rrimi natës as diqka, erë një tjetër. Tash t'i shkom pak ma i vjetër aj, edhe kur për më këshyrë, pishe dokumentat. E pa datën, mas ka para 3 dite, edhe data sënë. Tha mora, si ja keni bu nëj CT-a, nëj analizë ma të thellë, tha jo. A ja keni bat njëtë, që zdi që është për infekcion, një analizë, tha jo. Qysh mëre jo, tha merja bajani atë infekcionin, analizën CPR-ën, bravo. E infekcionit edhe shka bënja një CT-n. Qashtu që shkova, për herë pare po që atë doktor, edhe mon nuk e posh. As nuk e di që e ka në asish. Edhe shkum një motër në 12 gjysë natës, ma bo një CT-n, ma bo një qëto analizat e infekcionit, kër e ka po doktori u tranu. Infekcionit shumë i malë, i komës. Tepër i malë. Edhe ka thira doktorin, që ke para se me orë kjo, tha qysh mëre kështu, a vedin nuk e këni bu ma herët. Tani aja ka bu zotnia që pranohë në emën temen, a ku me diqka, edhe kishe më ka pranu aji. Edhe tani jom shtri, kur jom shtri në spital, valën, erdhë nesër më në ma, se kitë me ma kontrolu, kitë me video i këm, krejt, po s'ko njeri ku ankuhet, s'dina s'ku ankuhet këtu, nuk dina s'ku ankuhet, gjithsesi. Edhe erdhë qaj doktorën me kontrolu me po komën, kure po, thash, ha, doktor, po këshyru me ta pështu komën, i shallat pështën. E këshyru, thash, po ti dhe shëski kur gjëve zotni, qështë tash të po këshyru me pështu komën? Qa këky më abet? Ape kuptan. S'foli kur gjë, erdhe dhe një tjetër, qërë e pas ka prek këtu, e pas ka, ja ka dhonë, a bedin, ja ka dhonë injekcionin vetit këtu, këshivar, s'mujta me full, që aty. Se thash, e shohin, se në që aty ku me najtë edhe shohin, se drogat, ose sidomos kjo që e kom marrë në maherët, nuk është kur dush janis të edhe kur dush e len. Në rëgëvëtën të një cigare, si janis, s'mun është me janis sot edhe me lo mas nesri, e le mo ajo dhejt drogës që kom përdorone. Ata të në kohën të menu, të dyshu ose të konë sigur që në veç që më këthyja aty edhe ta shti... E kitëm të vetë, po. Pa, nuk u intereseshin. Mas nej, mas mandrun dhomën, qështu që tu ma pastru kamën, mas një kohë, mas
Ase në momenti kritik kur erdhëm ka, se vish vazhdej kelbi mu rrit. Dhe tash 2 ditë para se me hinë operacion, erë një doktor Ilmi, ishtë shumë i mirë, Ilmi Uruqi. Edhe aja murë për sipër me kontrolu ma bu operacion, aja ma herët su konë. Dhe erdhë, më kontrolloj, e këshyri me ma pështu komën. Dhe në ndërko, se unë në 3 ditë s'kum pas qasje me ty edhe pëse s'për lejmërosh, ti sot kanë bo qëto 2-3 ditë e para vaki, se ki pas telefonin hitë, se i konë vetëm shpi. Mandej kur folem më tregove që tha që shtu ka ndodhë krejt, më shashtri se po tha shqyqyr po më pështën koma. Bravo, masi që e ku marrë telefonin, shumë është e vërtet. Mas nej, u gëzova se tham po më pështën koma, dhe se e kishë këshyraj me ato farë. Po tash, shku njerë ma pastru në salë atje, u lanë herën e dytë. Herën e dytë, do me thonë sikur mas 2 ditë isha prap, do me thonë përfundimtare. Po, ish akumulu, ish mush, kelbi, ish infektu shumë, infekcioni, sot që kish dollë për te i gunit. Edhe vish kish vazhdu mo, edhe prej thamrës, për dhej ke kelb. Edhe bashkë qatë ditë, qatë natë, po ta shumë ethe. Se kur veket doktorën vetke, apo ki ethe, apo ki njërë shtëth, jo, qatë natë po ta shumë ethe. Kur erdhën ma pastru, ja nisi gjakderdhja, ja nisi edhe kelb, shumë i malë. Me gjak e me kelb, edhe e bën gati sallën, kisha dhim, nuk përshlu në të dhim, sinqerisht, s'hasmi më se pasha në gjendje, mas në i shkova, u mënu një gjysore, 40 minuta, 1 orë, të mënu me ma pastru, të mënu 5 litra, 1 legen, të kjaj, so gati 5 litra, ishtë kelb kina hek, so prëdhej këtë të në kohën. Edhe 14 litra gjak i ku marë, që shedin, se gjak dhere e ku më hupë shumë, ekstrem shumë. E kur jëm shku në salë, qash ma besun, a bidin, isha 20% me thonë, që mëj me dalë gjallë për salës, e 80% jo. O duf me nënshkru edhe nësa isha me vedije, edhe familjarët mi thërë me arë të spitali, ta shtin isha i vedishëm në altë, mu veç janisim më hupë vedija kështu për gjak derdhjes, po vazhdu me më dhonë të në kuhën, edhe merë doktori, mas nej me vedije, tha, apo dënë me pështu komën a kokën. Doktor Ilmi tha, koma pa kokë nuk të vynë kur gjë, kështu që do të me ta amputu komën. E kisha mamin e jashtë, dhe që jem ka... Falë veç pak. E di që e ki zërë? Shumë, vëllë valën. Ekstrem shumë. Ka hek shumë, e me mu ka shëre edhe të në një vetëm vajtur shumë. Që e përjetë edhe këtë senë. E vishë sa dulë për spitalit e prunën e prunën familjarët aty, tash ku me di që e mera ja këtë lajmë, aty më ka shku menja edhe të qika me njerë. Se për vetës
sinqerisht, aj zoti, ma më ka sprovua, vetëm se s'm do këtë kur gjë, wow. Si më ka litje më E i thënë edhe asaj. Edhe i thanë edhe asaj, më në nëshkru, kjo dhe doja aty. Edhe kish më shumë ofër zemrës keq. Të që mos për bjenaj farë infrakti anaj. Po, falë zotit, i thash doktore që thuj pranoja miri pa asnjë hezitim, po. Edhe mos bëhet marak, edhe kallëzoj që tash të ndollë protezat e në përdin i shku një kishtë tonë që të manë tani një kishtë kallëzu doktore që mos s'ki nevoja, përdin shu që pështaj djali, tash të protezat që ndollë, kom e ecë ma mirë se sa me atë kom që e ka posë. Shumë ma letë po thonë që do t'a kesh me protezë se sa me komën e smutë që ki pa. Qashtu më kanë thonë edhe aty në përgjatëm se thash më konë e vedije se s'kanë guzohë më ndonë kësi anestezion përgjeshëm. Vish kështu shokët e poshtë më konë impit. Gjatë operacion, dhe me thonë gjatë amputimit të komës, më thëshën që kime ecë ma mirë me protezë se sa me këtë komë. Tani kur dola prej sallësh, që më dollë të kesh. Se thash, t'i dha vullnet familjarëve, me gjallarëve, mamit e tha mami kur t'posh të kesh, tha atëherë në dita që se pas ke marrë ofër zemrës. Ja ki zbut. Ja kom zbut. Tani që aty e kanë kuptu doktorat, kur ertë nesërën me ma pastru, më kërkoj falje, njoni për tëmve, tha, një me të kërkoj falje, një farë aspekti, jo direkt, po e sile që ashtu që, se një me s'ko ke konë të marë. Thash, po një kom thonë, po e disha që kini me kuptu. E që shtu kom kjo, historie amputimit komës ta. Fatmirësisht, edhe pse unë e di që për zojt madhe të ka duk që mjek të emergjenca e tjera nuk kanë bo, unë i besoj shumë sistemi shëndetësor këtu të na, besoj që kemi shumë të mirë, njëri unë zërë gjithmonë i duket, po ata nuk të kanë vështyje, kanë krejt këtë popullëve, po besoj që prapë që ata të kanë gjindë në fund, Ja, vërtet. po nashta prej dhimbëve, prej kështu të ka duk që nuk po kujdesen. Unë falenderoj shumë sistemin shëndetësor në Kosovë me këtë kushtet e këqija që i kanë për shkak të politikave të këqija që bëhen këtu, ata janë prapë shumë vetmohues, janë shumë punëtor. Unë jam provu disa herë me ta, familjarët e mi janë provu disa herë me ta, janë tepër të mrekullueshëm. Falenderoj shumë. Valla valën veç edhe këto nuk më marr si tu qysh, s'mujnë me hyp nëse s'punon lifti me të marrë emergjenca. Po mujnë me pas raste tjera, nuk e din, se nuk janë specialista, nuk e din që me patjetër e kia, po kupton janë do gjana që... Qa janë, se mundet me vdek njeri edhe jo s'po punon lifti. Fatmirësisht je gjallë edhe në Po, emision. falë zotit, po, dikujna tjetër mundet me ndodhë, inshallah si ndodhë kërkujna. Mas i dole për operacionit? Mas i dola për operacionit, më thirë ti. Po, mu më pa të thonë që është se të premten po i në operacion, më ka pështu koma të premten, veç kanë me ma kepa, me ma ndreq ato ku ka plas, Po. për shkak trombit, po ti të mërkurën tjirë, të mërkurën do këtë ka qenë, 2 ditë për para. Bravo, 2 ditë për para. Mërkurën tjirë dhe, bile se kom një unë në telefonin, i kishkru Antigonës, më kishkru dhe mu i kishkru dhe Antigonës, mas në të terëm na që Po, edhe të ku mërzit. unë s'kom besu. Ma bën halal dhe se ju keni me mu shumë, edhe të ku mërzit shumë për qa me bo. Disa herë më tha në telefon, bile me kamera kënë të folë, tha, Po. ma kanë këputë dhe këtë qysh, shme thonë shumë i letësu një gëzushëm. Po, që ashtu kja, përdin, kjo s'besoj kja. Nuk besova një 6 herë vetan. Vete ki pak fohet, se i herë, Po, jo na s'ki shpesh faj. kër folim telefon me Grekon, kë gjithmonë kër e qënë telefon, e më bën pak nervos kështu, po folim me vitet tona, edhe i thamë, qa ki për gjithë
ku thirrin telefon si më koni smu. Allah, gjatë jeja si me dhimbta, si në gjumë, ja. Ka herë më ngusë, ke më bëjke, o valon. Edhe për që ato si pa ta besu. Jesë, dhe sa erdhe, mas nej, erdhët kur ju posh, thash, ju vini, e din më krejt ashtë, ju kom, sa era si, kur t'ju shot ju janë t'i gonë, në më duke që më janë një fuqi. Kur erdhë në spital me më vizitu, dhe ma dha të atëfar ngrotësi që është dini ju, u merë edhe një plus i malë ma shumë. Edhe kur dola prej spitalit, e ko menu që ko më bu e mo dhe paka shumë, po jo ka shumë. Ti e kështë mojtë të në kohën që të falenderoj shumë. Po, ju mënu njerëz publikun, ata që të kanë përkran në rrjetet sociale me i informu për gjithçka. Si e pritën familja, o e di që nona mërzit pas më ndodhë, po mas ju ndodhë, e di që një fjalë të mirë që ka thonë, ma mirë që veç ta shoq aty që kom djalin miner të ulen. Veç zoni me tani dha vëthë. Kjo ka rëndësi për mu, tha, veç me një, oj mam të më thirë, kjo ka të njëtë nëse jesh aty veç zoni me tani dha. Kjo mjaftë më për mu. Sa është e rëndësishme për një nonë, veç me di që ka shumë zarë. Vajza? Mara se din alo. Alo se din. Alo nuk e din, me ullën fulla prom. Do të me gjithë në mjërë mja kalzë. Ku menu me shku, po psikologja ka bu është 8 vjeç edhe është e re, alo mundet me mora për zemës. Mas ne edhe fëmija mundet mja thonë a i fjallë edhe mu preki, ja. Vjen a i farë dhe bullizimi, aku me ditë. Pa mirë, po tash rrjetet sociale dhe fëmijët nuk janë fort kursim. Mundet me marrë vesh në ashtë edhe ma keq me marrë vesh për rrjeteve sociale, ose shoqënia, ose shkolla, ose çka po diun. Qëto e kina... Do shta duhet me... Po, qëto e kina bile shumë gatë të shku që se ka marrë vesh. Shumë gatë, edhe pse falë Zotit, ola, nona e vetë i rinë shumë afër, kështu shumë kujdeset mos mi dalë, ja, me TikTok maja, s'ka heq, edhe ato në YouTube, veç ato vizatimet, ato lojnat, ato kuklat i ka, si ka dalë kur gjesh, po i thash, se mundet mi dalë edhe me marrë vesh për i fmiva, prej na i kujna, edhe ta shte ka bu plan që me gjetë në mirë mi kalzu dhe mi thonë që ja kanë hekat komën qecke shtremt, se dhe ajo komën problematike. Komën problematike, se dhe ajo më shtramojke. E kanë bo babin pirat, mi thonë. Dhe mas ne i kanë mja pru një kom qyre të mirë, tekri, ta shti skop. Kom të Robocopit, Terminatorit. Do të mja gjithë në njërë, tha Ola, që edhe që ashtu që valan, shoqënia u bu marak shumë, në momenti që e ki njoftu ti, si dashamir, si publiku, si shumë ju më bu marak, biles Nori një shokë jam në Gjermani, me njëherë, halon spitalisha, a i shku atje të protezat, me këshyrë. Ki shumë që të kanë përkrajnë rrjetet sociale dhe që të përkrajnë vazhdimisht, cilë të dhejnë marrë me njëherë të kanë thirë, kanë arë shumë me të pa. Vërtet. Shumë njerës, kur ki njësë me dalë prapë rrjetet sociale, kanë përkrajnë shumë. I falendoj gjithë ata cilë. Sa do pak na gjithmonë si popull kemi të regu që jemi popull human, dashamirës, nuk e lojmë në lësh një tjetrin. Kur gjomës me mujtë me bo një fjallë të mirë, po leqe përveç fjallës mirë, na dhe gjithmonë kur nuk e kemi mshel thesin, gjithmonë e kemi pas thesin e hapon si popull për çka do, për se cilin pjestar të popullit tonë, këtë ashtë edhe pra mirin. Faleminderit gjithve nga zemra edhe nemen ta mirit, po edhe nemen këtë popullit për ju popull prapë. Shumë faleminderit. Shumë është e vërtet, sinqerisht Valon, nuk më ka mungu kur gjesh. Falë Zotit shkaktor, ti që ju ki najton koni ki kallëzu, edhe njerës që si kum njoft hiq, ma kanë qelë derën. Momenti që e kanë marrë vesh, hala pa dalë besa në rrjetet sociale në TikTok, sidomos, hala pa dalë, jo në ardhë, i kanë qu punëtorët, a vedin me najtë pare, na jabdin, më kam... Kanë përkrat, u janë njës prej gjithë punëtorëve të aeroportit, bravo, ku punën nëna e
Amirit, cilët jenë mbledhë dhe goxha shumë jenë mundu me ndihmu me përkra, edhe dikon janë tu e pagu po mduket për Po. me u kujdes bile ne. gjatë ditës për ju, Po. e tja, shumë mirë, shumë mirë. Ata në fillim, kolegët e Mohamit, mas nej, të në kohën, popullit, s'pëmoj me cek, ta është e merma se është shumë, tani shoqënia, Arjani, Goldegjia, ardhët të shpia, që e falenderoj shumë, jo në arë njerës që si kom njofte, si një hish, që ata mu pëmbojnë për shtypje, se shoqënia e vjetër apet sa apet, s'ka ku qënë, se jo rrit me ty, por njerës kur po vinë që s'pi një, që po të përkrahin, që aja po më shtinë më bo shumë mirë. Pyetja ma shpesh ta që ma kanë bo gjatë kësaj koha do të vazhdon seriali. Seriali nuk do të vazhdon, për shkak se nuk e ka arsyetu vetëm kështu, sa për muj me ditun që njëri që krijon emisione televizive, po do të fillon një komedi e re ku do të jetë edhe Amiri. Për komedinë s'pi u zbuloj ma shumë shpejt ka me fillu, këtë javë ose javën tjetër, po besoj, po nuk është që kemi nalë serialin për shkak të Amirit, po kemi nalë sepse po dojmë diçka që e pagun veten, në nxjerr veten edhe ekipi kasti i aktorëve do t'jetë këtë, dhe më thonë njerëz të dëshmuar, edhe Amiri do t'jetë aty edhe kështu që nuk do ta lej aktrimin. Faleminderit shumë, Valion, thash, edhe po të kallëzoj drejt momenti që se unë e dua aktrimin shumë, ekstrem shumë, kur me amputova komën edhe më marrë Kastrioti, me më pa Kastrioti sa qipi, regjisori, o më ndësha gjatë muhabetit me asil që a mundet me më bë problem amputimi i komës të ashtë në aktrim anaj sen, edhe vrejti aj, thati veç këshyre vetën, moje vetën, se kur që s'bën problem, edhe qështu që kemi vazhdu me aktrim. Qaj është më nësi që se një parë që të kom thonë nështë ta që fse di këshilla parë, kur u bot tash koma shkoj, me thonë që shkoj se të ka kriju probleme, ti ka nalë probleme tjera, mos kemi pasojat e tjera, tash e tutje duesh me marrë vetën edhe duesh me kujdes shumë, në shime, në shumë sene tjera. Edhe një me më rrin gati shumë, më bërtet shpeshere. Normal që për ta se kom qef me pa televiz, edhe shpesh i thoma e televiz, a i ngull që aty në karri ka është, më qenë video, kështu të këcy me i kom si klienc, po. Për që ata deshta mi ja vërtetu njerës që apëshe për levizja, kom nisë me morë vetën pak edhe me leviz. Duash sa ma shumë. Është edhe për historisë njerëzve tjerë që, dhe më thonë, i janë gjana që ndodhin, po me proteza me kështu nuk e vrejnë, e kemi pa shumë. Fatmirësisht, invalidat e luftës të Kosovës janë një pjesë të cilë kanë nevojë për proteza, është kujdesën fillim se di shteti, dikush tash qeveria, nuk e di tash me institucione që shenda, Film Krasni që është njëri prej tëndve, që edhe i kanë protezat e në komë, njerëz të cilët i kanë humbë gjatë luftës, për ta kujdesë shteti, ju kanë ble edhe ma të reja, bile fimi është i pare që afru dhe i ka thonë protezën që e kom përdorë deri tash, veç dush me abuat pjesën, po masën tone, se këtë pjesën tjetër që është me gue, me ku diune me shput, tha është shumë e mirë, bile 3-4 vjetë mundet me bo. Sa i për shtatet se di. E kom falendëru shumë, sinqerisht fejimin, amo tu full edhe me njerës, se Valion s'kum pas qef me ngarku, pa morë parasysh ndihma që ma kanë ofru, s'kum pas qef me ngarku për protezë, edhe pse më kanë thonë. Edhe të kanë thonë edhe ty, edhe më kanë thonë edhe mu, që hapë në momenti kur buhet puna e protezës, hapë e go fundin, edhe jam ledhen parët e bujna. Më kanë thonë shumë njerëz që jëmë provu ma herët, mos e merë protezën e përdorme, po. Se nuk i mura atu. Duhet me bo special se kërkon edhe tretman. Bravo, kërkon edhe tretman. Ato shpime dikuj ishin konë që shumë kalë zërprimi dhe në 500.000. Po, këto që i ke këqyrë ti, janë diku 35.000, po? 35.000 dhe 40.000 maksimumi. Me shërim, me udhëtim në Turqi, me gjitha? Me gjitha. Me senzora, me gjitha? Me krejt. Proteza është ma e reja. Biles harroa me thonë, e këshumë që këtë, po gjithsesi e qesë ato dhe ju kalëzej.
proteza shumë e re është me senzora, është me gu, është me shput, nuk ki as në terenet vështira nuk ki problem me me nga. s'mon gjitë malit me ngajt. Po, me gra biciklës, me krejt s'ki kur farë probleme, po du që Po ti edhe kur ki pas komën biciklës si ki gra. Jo, po du me thonë që, që e kom po do aty. të thonë nuk e vrejnë, Po, nuk e vrejnë. Shqyqyr që kam rri mjekësia, Qato do është ishte ta me me këthy gra, pak e në mërë. Si ai që i kish pas thy dorën edhe i thot doktori tash, thot e ki dorën, ati kur i shnoshet i thot e ki dorën gjitha punë është mi bo si për para. Thot a mu i mira pianos, thot edhe pianos. E mirë shumë, thot se para se mi thy s'kum dit mira. Dhe që është të valja në dollë që kjo farë proteze që kur peshët të është i po me i këtë. A mirë, në fillim me njëherë, ditëve të para njerëz të më kanë thonë që kalzona qysh me i një mu. Edhe gjithve kom thonë për shkak se dini që shumë në për aksionet ndryshme, dikush më ledh për me bo emën, dikush më ledh për me kallzu që unë jam, dikush më ledh tamon për humanitet, po këtë këto, me çfarë do arsyetimi që nisin janë ide të mira. Po ti e di që nuk kom pas shef me u hapën shumë vende, nuk kom pas shef se cili me marë bajrakin ashtu dhe kom thonë kur të vje puna veta mirë, le ta ketë kontroll, mos të dalin më ndej fjale e kështu gjana tjera. Po besoj që edhe një muj e gjysë kur të vje koha për këtë punë, na do të organizohem gjithë, me hap një GoFundMe tonin edhe unë po besoj që njerëz janë të gatshëm për me të një muë dhe me i mledh, dijet aty First Channel i pari do të participon me një pjesë, po besoj që shumë shpejt mujim me të pa të ecë, të ngajtë të, nëse bëhet po. Inshallah, valjon po. Nëse bëhet për vitribile. Inshallah. Me të hypë skijeve një herë. Skijave. Mire ki më kjo thonë kina full, edhe më vjen shumë mirë që se i din këto sene, thash, jam e falenderoj Zotin që kom qëllu më dur sigur ta që i din këto senet edhe së më kalon kur as me buna i farë gabime edhe në ju kom shku atëve këshillave që mi kanë thonë si valonës si Antigona, në momentin që vjen edhe një muj e gjysë, besoj maksimumi se 2 muj nuk besoj që shkon. Unë s'kam lidhje me kësi GoFunda. Nuk kem lidhje kërkush se hapen jashtë, po do ta gjejmë dikon që hapen kontrollon edhe se të kom thonë, nuk kam qef me zgate, një muj ditë kapak me mbledh, mbledhen për 2 ditë, nëpërmes televizionit rrjeteve sociale e bojmë pak ma kështu me u pa, ma virale edhe qefi jam është që më mbledh ato për ditë 2. Po, shpresoj që po edhe shumë. Edhe mes më bajatave e punë edhe mes më udhnu shumë si gjithmonë që bëhen dyshime e gjana tjera. Bëhet aja, Amir, nuk është qara, 2 tema i ka me ty, urna. Po, edhe deshta me thonë që falë Zotit, për ata jënë interesu shumë, po edhe sot, dhe sot që shtash edhe ma herët nuk më ka mungu kur gjithë, as mu, as mu. E di që janë të përkra. Shumë i falenderoj, se që me janis me emna ka shumë, po Zotit ja u kthejf, edhe inshallah unë ja u kthejf veç në gëzime, që kash. Amin, inshallah. 2 tema i ka me ty. Po. Tema parë do t'jetë, do të thotë se storën si storë dhe tash e pamë. Tema parë është, kur të pëtë shatë qysh po të duket jetë atash, pa të thonë që nise me umësu po problemin e kita ondrat. Po. Që tash po shema shumë se kur ondra, të ecë, të ngajtë, të... Shumë e vërtetë, që këto po më vrojnë shumë, si të mos më ngjes kur po qona, po kam shumë shtinja, gjysore, mëj me thonë 40 minuta disa për marrë vetëm. Po shësh shumë ondra të ngajtë, besa po shësh shumë ondra dhe të ecë, a mëj s'jem kështu ondra të këfjellta që mëj me kallzu, po vetën e shoh të ngajtë, të ecë, dhe me thonë gjithmonë s'ka natë që nuk shoh ondër të paktën, ose të ecë shumë, ose të ngajt, ose të shku dikun. Edhe më ndej, nuk është vetëm ondra, po kur zgjohesh është pak deta fshet, ta kuptoj. Edhe kur pesha kamën, e kam ekstrem zër, shumë rënë psikikisht. Shumë, dhe sa po për marrë vetën
kështu me lutje. Edhe në fillim apo të shpjegu punën e nervave të Hala po vazhdon. Halaki, Hala po vazhdon ato. që do të thotë të jep ndjenjen që po të kryhet gishti. Edhe se ki ose pul, pasi kur në fillim që të kallëzova, është pak që sharake, po është isha kështu të e këshyr telefonin, edhe mu krujke pul pa e komës, që në fakt nuk ekzistojke, edhe të dosht me kru kështu, po më shkoj dora. Kur pesha thash s'ko ka. Ama duke, dhe më thonë, nervat cilat ashtë janë shumë ato e qojnë një sinjal. Qashtu edhe hala vazhdojnë, po jo mësu dyqysha, pëtën nuk po shkoj mo si kur atëre që më gotë që të komën në kolicë, se më nëshët ma hekë. E dësha me qitë atë komën tjetër haj, kukur për nëshë. Ti deshin na gjithmonë me humor se kem shef me ta zbutë. Po prap, qaja, thash. Problemi më i madhe është depresioni, traumat post-operative, shumë sendet e tjera cilët ka njerëz cilët edhe nuk pajtohen. Po më duket që e ki të i kalu këtë fazën e parë shumë mirë, nuk ki pas nevojë për trajtime me psikologë. Jo, folë zotit jo. Folë zotit jo, jo kom shtetë zotit shumë, edhe namaz vëj, marr abdes, bëj namaz, kfilna, edhe nuk kom pas nevojë me shku të psikologët. Shon ai dokumentar, në ligjerat, lexoj në sen, a vedin, sa jam shpe. Amo po mërzit në shumë, a vedin se aty në ngosht në banes, kur po shkon shemull 4-5 dit. Vullnetin për jetë? është full që tash. Full. Gjithë që kanë kësi lloj probleme di që e fitojnë vullnet ma shumë, po edhe ata cilët e te kalojnë me shumë vështirësi, merrni pak shembull prej Amirit se jeta është e bukur, jeta vazhdon me gjithçka, nuk i dihet kur të papritura që na presin gjithëve. Mendësi është me çata që ka njëri me vazhdu jetën edhe me se dikuj vjedhe prej nej, mëse bë zot prej aksidentit, prej lindjes, prej çka do, grekit i ka ardhur pak prej fajeve të tij. Fajet e tij kanë qenë, po kthejmë te tema fundit. Amir. Tema fundit është, e kemi diskutuar edhe në emisione tjera, po domethënë pasojat e përdorimit narkotikëve. Po, valen që ku të binë, e kum kallëzu edhe ma herët në për emisione tjera, që kum pas probleme kom edhe në oksigen kur jom kom, bile se kum pata asi kom, bashkë që të kom që kum pas të në kom problem, edhe nuk e kum menu që kum orë këtore, po du me thonë që ku ju binë. Unë e kum e kona i person që gjithmonë, disa të mjep zoti ymër, kum e lobu të rinia që mos me shku ku jom konën edhe ku mund, edhe pse e kum lanë, prapë se prapë që ku jom pasojat mas 4-5 vjetë. Ku mu mënu të në shumë pak përmenet ky muhabet, që në për të politikanë tonë, prom do këtë e posh, që kishtë qitë Bek Berisha. Beka, po. Po, unë pëlqej shumë, që kishtë trajtu për narkomanat edhe njërës që në talë. është një diçka e madhe që është të ndodhë to, të cilën shumë e madhe nuk përmenet të nuk përmenet, diqysh e kanë neglizhu nuk për shumë. thëmë, po, kanë neglizhu, po gati edhe e kanë legalizu si temë, që po, okej, e dim që tënë po marrin është shumë. A pëtën e ka bu si normali. Jemi të dëmtu rinin, jemi të dëmtu... Rinia është të dëmtu shumë. Shtë është të perspektiv, s'po ka... Bravo, mu nuk unë vynë, ose rinis nuk i vynë ndërtimet e shkollat e fakultetet kur s'ka rini. Kur zëtë më se bëm, unë të me ndodhë, si kur në Amerikë që përmarin fentanyl. Fentanyl, asë dyqë shtirët një droge e rej që tashti, që kumni që orë dhe këtu. është 50 herë ma e ronë se heroina. 50 herë ma e ronë se heroina. Vëdin qaqë puqit mollë e ka. Di që po i shohë dhe drogë kështu sonë. Fentanyl më thirë, zdi i valoj që shumë diqka se më po i shohë në për kështu që në përbotjen të shpike dhe ajo është kapitojnë krokodil. Krokodil, po. Cila po ta derë mishin komplet. E hanë mishin ka dal-dale. Jenë drogat lira. Jenë drogat lira, drogat fukareve thirën, i marojnë vetë. Do me thonë, qysh jom hi, se une shumë lexoj edhe du me këshyrë, pikojt vinë qysh prodhojnë që të paktën, nëse vjen mundësia mi parandalu ose mos milon me orë të na.
Do me thonë krokodili po bëjke prej benzinës, diçka me do hapa qetësus, me do, dhe tash të momente që jep në shiring, pak me dal jashtë venës, ta han mishin. Që kjo droga tjetër që është 50 herë ma e ronë se heroina, kesh edhe halucinacione që po të bëjke si zombi. Për overdozës po të dishin shumë, edhe ke shumë e lirë. Po du me thonë që kom një që kësharë edhe kënej. Kom një s'kum takuna si, nuk kom takuna si persona, po kom një. Kështu që inshallah do zoti, kjo politik, ose këta politikan që nuk interesën kur gjesh për pas karikave, me ceka bekën që u merë shumë mirë që kishtë qelë ato, marrin diçka se rinia shkoj poshtë valën, e kanë marrë si normale që është edhe vetë, nuk e di. Kryo një vashmëri, po kryo një vashmëri ndaj mohabetit mirë, ndaj sportit, ndaj ecjes, ndaj vrapimit, ndaj kryo një vashmëri ndaj dashnis, shëshnis mirë. Këtë këto duhen mëna për të ku neve si popull. Nuk jemi popull, as nuk jemi shumë popull i madhë, nuk kem njerëz me hupë këtë. E di që globalizimi nga ka pru deri te hecja ma pas shpejt drejt perëndimit po quj, po drejt modernizimit, po disa sende nuk duhem i marrë modernizimit se nuk jenë të mira. Shumica e nisin të thonë, po provoj tash edhe unë shka është. Është interesant e njetë me provu gjithçka për herë të parë. Po është shumë rrezik edhe nuk kthehet mrapa me provu për herë të parë gjanat të cilat krijojnë vashmëri. Ikni stop drogave. E keni rastin konkret, njëri që ka abuzu me veten, ka abuzu me familjen, ka abuzu me financat, ka abuzu me gjithçka në jetë, çdo të keqja ka pru gjatë asaj kohe familjes, fatmirësisht sot ju ka kthy jetës prismari, e ka qitën pa edhe më thonë aftësitë e veta për aktorit, e di që si aktor në këtë serialin edhe kur ka lujtë një Gjabibe, keni pa që ka aftësitë të mira, edhe që mund të marrë rritë shumë, po që tash shka s'ke arrit me dykom, dush me arrit me i kom. Pa tjetër, që po më nalë, s'o më nalë kur. Edhe thash që do mos qëllimi jam është për aktrim ma mos flasim se asi po që sa ma shumë këshilla me dhonë si familjarëve, si rinis, si shoqnis që mos me shku aty ku s'dojt, ku jem konune, ose nëse ata që janë mi parandalu sa ma shpejt. Televizioni është, kamerat janë. Kena mi janis me kismet. Pse që janis një emision me këto tema, me bo shembull konkret, me thirë oje që organizata cilat mirën me parandalimin edhe me këshillat që japin, bënu zoni i rinis masi e ki një përvojt keshe me këtë punë. Valion, faleminderit shumë që e the këtë sen. Sinqerisht po vjen shumë mirë që ma hape veç një rrugë. Jam falenderues të njëtën nda juve, edhe më vjen mirë. Pra po thëmë që e hape këtë muhabet edhe besoj që kena më janis shumë shpejt edhe s'ko më nolë kur. A mirë, faleminderit për rrefimin ton të hapun edhe sinqert. Faleminderit edhe për juve, Valion. E di që sa që të folë është emocion, po shumë është e vërtetë. Nashta pak edhe e shpaz, nashta pak edhe populli se di, nashta ju ka dikuj edhe ju ka lodh kryt me këto muhabete, po besoni që janë muhabete të mira. Sa do që janë dëmshme edhe nashta ja u prishin natën, po ku ta mendon pak ma fill, është ekzemplar konkret i seneve që s'duhen me ndodh. Faleminderit, Valion. Losh, ka me. Ka që ke personte, natën e mirë. Shihemi. Show.